Në Gjerdanin e Artë të ditëve historike të Malësisë së Gjakovës, 10 janari i vitit 1991, është shënuar si Dita e Lirisë dhe Demokracisë. Kjo kohë erdhi në të dimër të fundit të diktaturës, kur Tropoja si mbar vendi u ngrit si Feniksi mbi natën e gjatë komuniste. Këto pamje të asaj kohe japin madhështinë me të cilën u inaugurua ky fillim historik. Ky shesh që u mbush me mira gra e burra, që kishin provuar mbi jetën e tyre varfërinë e mjerimin, shtypjen e superkolektivizimin, luftën e klasave, burgjet, skuadrat e pushkatimit, kampet e shfarosjes, shikoni se si kanë shpërthyer, si ortek i madh e i pandalshëm. E në krye të Tropojës së lirë, Tropojës që feston, kanë ardhur sot bijtë e saj, frymëzuesit e prinsit e revolucionit demokratik shqiptar, doktor profesor Sali Berisha dhe tribuni i përjetshëm Azem Hajdari. Dhe në ato ditë historike, bijtë dhe bijat e Tropojës hynë në histori me shembullin e tyre në të gjithë qytetet e vendit, ku ata shkolloheshin, punonin apo jetonin. Ja dhe firmëtarët e parë të krijimit të degës së Partisë Demokratike në Tropojë. Nderim për ta dhe qindra pjesëmarrësit që mbështetën në rrugën e tyre të guximshme. Në muajt e vitet që do të vinë, tropojanët Trima e Bujar, të Besës e Lirisë, u bashkuen si malet rreth Partisë Demokratike, i besuan asaj, tash 23 vjet me radhë e mbështetën, e votuan dhe u bën pjesë e saj. I besuan atë ditë dhe i besojnë sot, sepse është forca politike që përfaqëson interesat dhe aspiratat e gjithë kombit shqiptar. Është parti që solli lirinë në Shqipëri. Në Shqipërinë e robëruar nga diktatura më e egër në të gjitha vendet ish komuniste. Tropoja, ky vend me një popull të madh në vlerat kombëtare, edhe pas 1991-shit, nuk pati vetëm ditë të gëzuara. Stalinistët shqiptar, me bandat e tyre, u vërsulën shpesh mbi këtë zonë krenare. Së pari patën ardhur ditën e themelimit si vullnetar të Enverit, por tragjikisht, banda shtet futi nën terror e lau me gjak, dhimbje të merë, Malësinë e Gjakovës, pas rebelimit komunist të vitit 1997. Përballë shtetit band, qëndruan në mënyrën më dinjitoze, burrat dhe gratë e Tropojës. E kur demokratët u kthyen në pushtet, vetëm brenda 2-3 viteve, me një punë vendosmëri të madhe të qeverisë Berisha, Tropoja u kthye në një vend ndër më të qetët e të sigurtët në Shqipëri. Drejt luginës e Valbonës dhe deri në bjeshkët e larta, vërshuan turistët nga gjithë bota. Në Malësinë e Gjakovës bashkëjetojnë natyrshëm mrekullit dhe pasuritë e paçmuara mbi toksore dhe nën toksore. Në çdo cep të saj, nga Skatina në Lek Bibaj, nga Fjerza në Valbon, Tropoja është e mahnitshme, prandaj dhe mund të konsiderohet mbretëresh e turizmit malor. Kjo trev malore e pasur me bukuri prallore, vitet e fundit, është përzgjedhur si më e bukura në planet. Kjo nuk do të kishte ndodhur nëse ajo do të mbetej e pa vizitueshme për mungesë rrugësh, sigurie, energjie dhe ujësjellësish. Ishin këto investime të qeverisë së Partisë Demokratike në infrastrukturën rrugore, në ujësjellës, kanalizime, shkolla, qendra shëndetësore, qendra sportive, qendra të zhvillimit të turizmit, subvencione në bujqësi, blegtori, investime të cilat e përmirësuan ndjeshëm jetën e qytetarëve të Tropojës, që i dhanë mundësinë njerëzve punëtor të ndërtojnë bujtina e hotele, që nga Fjerza deri tek burimet e Valbonës, gjë që solli dhe shumë fishimin e numrit të turistëve. Për të gjitha këto arritje, Tropoja i është mirënjohës burrit të madh të kombit shqiptar, zotit Sali Berisha. Si gjithnjë edhe në zgjedhjet e këtij viti, Tropoja dha një shembull të madh se si respektohet e mbrohet vota e lirë, si njihen e mbrohen fitoret e arritura. Qytetarët dinjitoz të këtij vendi historik dhe të Besës nuk pranuan të blihen, të gënjehen, të friksohen nga bandat e Ramës e Metës, që sulmuan Malësinë me thasët e tyre, me parat e krimit dhe mafjas. E pasardhjes në pushtet të kësaj bande neoblokmenësh, mbi qytetarët tanë, kudo që ndodhen ata, këtu në Tropojë dhe në çdo qytet, u vërsul ky shtet bandash. Shumë burra e gratë të Malësisë së Gjakovës u pushuan nga puna. Akmarrja vazhdoi edhe mbi familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike, duke u përgjysmuar atë. Por në asnjë kohë, ndaj çdo pushtuesi, ndaj çdo lloj diktature, malësorët nuk janë gjujzuar dhe nuk do të nënshtrohen kurrë. Asnjë shembull i asnjë kohe nuk i sheh malësorët të lëkundur dhe të mposhtur. Përkundrazi,
çdo kohë i sheh e i vlerëson krenare të pathyeshëm si malet e vendit të tyre. E si gjithnjë këtij populli të lirisë, i prin veprat e ndritshme, si kjo e 23 viteve, i prin emri i Azemit të pavdekshëm, i prin vepra e njeriut më të shquar të kombit në historinë tonë të re, doktor profesor Sali Berisha. Banor të qytetit Bajramçullit dhe të gjithë tropojsh, miq, vëllezërit e mi, motrat e mia, përshëndetjet më të përzemërta, më vllazërore, nderimin tim më të madh për ju, krenarin time me secilin prej jush, me tropojnë, me vlerat, virtutet tuaja, mirënjohjen për mbështetjen e pakufishme, urimin më të përzemërt për fitoren. Në krye të demokratëve, për një bashkim me një fitore të afërt, bërin sot bashkëpunëtori më i afërt i doktor Berishës, përfaqësuesi dinjitozi brezi të ri, miku i çdo malësori të tropojës, zoti Lulzim Basha. Patjetër do të garantoj që ata të mashtruar 23 qershor ta kuptojnë koston e mirëbesimit tek rilindja e mashtrimit. Se ne do të na ketë mbi kohë ditë për ditë për t'i kujtuar se kanë premtuar 300.000 vende të reja pune, se kanë premtuar heqjen e taksës për biznesin e vogël, se kanë premtuar shëndetësi fajes për çdo shqiptar. Opozita shqiptare nuk mund mjaftohet vetëm me kaq në kushtet e kësaj majoranci. Ne duhet jemi gati sot si paraqesim shqiptarëve si platformën tonë, se ne jemi dhe mbetemi e vetmja shpresë e Shqipërisë së zhvilluar evropiane. We want a miracle, there's a million